Bidatçia në ditë kiametit, kur pejgamberi alayhi salatu wasalam pran bazenit, pran haudit të vet i pret ummetin e vet, s'ka me pas mundësi me pi prej haudit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, për arsye se kur lyp me marr ata pjesëtar që kanë qenë të ummetit vet dhe i thot me laçeve, ku piçani këta në bjeni të ona që ju jap me pi për ujit haudit, i thënë ti nuk e din çka kanë bë, innaka la tadri ma badalu ba'dak, ti nuk e din çka kanë ndru këta mas te o Muhammed, ta kanë ndru dinin këta. Atër thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, suhqa liman badala ba'di, atëherë largoni ata të cilët e kanë ndru pas me sunnetin tim, pejgamberi alayhi salatu wasalam. Nëse kam thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam selam me dhan të shkon voras mos knal ham, edhe kur i vallahu atil voras. Çatu ka tek ty mu bë më i mëshëm se pejgamberi Allahu jalla jalaluhu mëse ndro dinin Allahu taala, sunnetin e pejgamberit alayhi salam po çndro në pasim të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Pasusi apo veprusi bidat, nëse është kaktar që me nis një bidat edhe tjerët me pasu sa të ekziston ai bidat, e ki gjunahin, sikur që ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan sayya kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghayri an yanqusa min awzarihim shay. Kush e punon një punë në islam, një punë të keqe, e nis një bidat keq, e merr gjunahin edhe gjunahin e atyre të cilët vin pas atij pa ju mangsu, pa ju mungu atyre kur gjë prej gjunahave të cilat janë duke vepruar. Kush vepron bidat është mel'un, i mallkum për Allahu xhalla shanuhu dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe melaqeve dhe njerëzve në përgjithësi. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, man ahdatha fiha, kush shtini bidat, kush shtini risi, një novatori në din të Allahu xhalla shanuhu. Ky hadith është i transmetuar te Buhariu dhe Muslimi, fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in, laneti Allahit i melaqeve dhe njerëzve në përgjithësi është mbi atë njeri. Kush e nis një bidat, kush e bën një bidat, ta dije që është mel'un për Allahit, melaqeve dhe njerëzve, është i mallkum prej të gjithë tyre. Çfarë me bë me bidat? Kanë thënë dietar, mos rri të bidatçi, mos dëgjo për bidatçi. Se e parë kur shkon te një bidatçi, i erdhën një ditë edhe Muhammed ibn Sirinit, i ardhën dhe i thanë dy vetë. O imam, ati ta lexojmë një hadith, ta kallëzojmë një hadith, ta ja, mos më kallëzoni ju kur gjë. Ati ta lexojmë një ajet, ta jo s'pëdu për juve me një ajet të Allah xhalla shanu dhe çunë jo unë po çu. Me ju s'du me najt edhe me bë muhabet. Ka thot dietar, nëse e sheh një bidatçi të ardh, dërgu rrugën din në qetër, mos rri me bidatçin. Se sa të rri i jep mundësi me shpreh bidatin e vet dhe me përhap bidatin e vet. Kur ka qenë ehli sunneti i fortë në kalumen, bidatçive s'ju kanë lënë me xhlis edhe muhabet me bë. U kanë thënë pasuesit e sunneteve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, sikur që tha Ibn Abbas, la tujalis ahla al-ahwa, mos rrini me ata të cilët i pasojnë efshet e veta me bidatçit, fa inna mujalasatahum mumarrida lil qulub, se ndaja me ta ismun zemrat e juja. Bidatçit nuk duhet m'ja mundsu me shit librinit, nuk duhet m'ja mundsu me përhap idenë e bidatit të tij. Bidatçis, nëse ki televizor, radio, gazet, shtik shkrojnë, nuk guxon me marr pjesë aktive në përhapjen e bidateve të cilët ata i përhapin në amën të dinit. Nuk guxosh me i dhon vajz bidatçis dhe me shkatru dinin Allahu xhalla shanu. Kanë thënë dietar, një njeri mundet me mshef bidatin e tij, por nuk mundet me mshef shokun e tij dhe në atë mënyrë mund me ditë se cili është bidatçi e cili nuk është bidatçi. Çish me njërt bidatçi? Bidatçin e njeh ti kur të flet nuk e ka fjalën e bazuar në ajet edhe në hadith pejgamberit alayhis salatu wasallam. Nëse s'ki mundësi ti me njërt, s'ki ilën për me njërt, a është për një me hadith ajo, pyeti ulemat e hadithit, pyeti ulemat e ehli sunnetit, çfarë kanë thënë për këto ide të grupacioneve të ndryshme të cilët janë paraqit në metin e pejgamberit alayhis salatu wasallam. Sa parti në emën dinit veprojnë, sa xhamate në emën dinit, sa tarikate në emën dinit, e janë të larguar prej dinit Allahu xhalla shanu dhe sunnetit të pejgamberit alayhis salatu wasallam. Andaj pyeti dietat të cilët janë në pasim të sunnetit pejgamberit alayhis salatu wasallam. E nëse nuk janë ehli sunnet,
nuk janë dietar të hadithit kush ka më kanë ehli sunne wal jamaa. Dhe për sifateve të bidatçive është që i urren pasues të sunetit dhe i bën bidatçi. E urren muhaddithin. Nëse e shesin një njeri të urren një njeri që është marrë me hadith, di se ky njeri është bidatçi. Nëse e shesin një njeri të e dën bidatçin, di se ky njeri është bidatçi. Kënan në kohët e mëhershme, ka di njeri po shkon po rrin me xhdis të ehli sunetit Abdullah ibn Mubarak dhe po shkon te mezhdisi i bidatçive. I tha çfarë bën? Po vëllai unë rri hem me ta, hem me këta. Tha që ky njeri po don me e barazu hakun me batilin. Edhe që ky rrshet. Edhe rrsheti njeri. Një tjetër po shkon edhe po rrit te Mu'tazili, pjatarekin vretën dhe biden mos shko, se rrshet. Jo po du me shku një herë mingu, një herë çfarë mendime kanë ata, Rabbul Alamini ja te qafën edhe rrsheti, për arsye se nuk e mush veten me ajetet dhe hadithet të pejgamberit alayhis salam me iman, me bashkan te pasuesit e efshave të bidatçit dhe mundet me sharru në bidatin e tyne. Andaj është shumë me rëndësi një musliman me pasu sunetin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe më ruajt pasuesve të bidateve të cilët i përhapin bidatit të tyre. A duhet me diskutu me bidatçit për mu largu për bidateve, po me po vetëm dietar njerëzit të cilët kanë njohuri për bidatet e tyre dhe për sunetin e pejgamberit alayhis salam. Jo çdo njëri mos të merr mendje vëllai unë po shkoj me fol me filan shihen, me filan bidatçi, sufin, dervishin, khavarixhin, po shkoj me tekstës me fol, edhe unë ta bindi ta kthej ata në rrugë. Se mundet ty me të sharru dhe me të marrë me vetë. Ka thënë dietar, nëse rrim me bidatçi për ngjan si ku më najt me një njeri i cili ka smujën gjitse të likurës e prek, ka lënë smuja dhe del në zemrën tonë. Prandaj është obligim i dietarëve të sunetit me najt, me bisedu dhe me shfaq bidatin e bidatçive në mënyrë publike dhe me mbrojt sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, po mos kishin qenë të këtij dietar ehli sunetit, sigurisht se s'kishte me pas mundësi me në ardh i rujtëm suneti Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e sodit dhe s'kishin pas mundësi me i ditë cilat janë bidatet dhe gjanat e cilat e hidhrojnë Allahun xhalla shanuhu dhe pejgamberin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam. Prandaj tani për përsëris dazni aleikum bis-sam'i wat-ta'a, sikur që tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ndëgjoni Allahun dhe pejgamberin alayhi salam dhe nënshtrohuni Allahu Teala dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam. Aleikum bis-sunnati wa sunnat khulafa'ir rashidin, tha pejgamberi alayhi salam, në ju është të punoni me sunnetin tam dhe sunnetin e khalifëve dhe khulafa'ir rashidin dhe kam u përqaju me tim 7-3 grupe, kretjen në gjahnem përveç njënës. Cila o ajo ja Rasulallah, tha pejgamberi alayhis salam, ma ana alayhi wa ashabi, rrugën cilën jam unë dhe sahabët e mi. Mos e fshoni sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, mos e fshoni sunetin e pejgamberit tuaj dhe sunetin e sahabëve, shokëve të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, që është për Abu Bekrit, Omerit, Osmanit, Aliut dhe të gjithë shokëve të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Nëse do të jemi të tillë, Allahu xhalla shanuhu ka më ndihmu inshallah në dynjë dhe në ahiret. Nëse do të alshem rrugën e sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam, Allah i ka më najqu armiqtë e vetë të cilët kanë namajt neve në fundrën e vetë sikur që janë të namajt dhe nuk kanë më u largu prej kokave të muslimanëve derisa muslimanët nuk i kthehen sunetit të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.